Përshëndetje. Të nderuar përfaqësues të medias dhe qytetarë, ju falenderoj për pranimin tuaj në këtë konferencë së bashku me drejtorin e Drejtorisë Vendore për Kufirin dhe Migracionin Shkodër, e cila zhvillohet në kuadër të një qasje së re të Policisë së Shtetit për një komunikim më transparent dhe më të drejtë për drejtë me qytetarët dhe media. Qëllimi ynë është të informojmë qytetarët me rezultatet e punës sonë, masat që kemi ndërmarrë për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, si dhe sfidat me të cilat përballemi për përmbushjen e objektivat e misionit tonë që janë: siguria në shkolla dhe siguria rrugore, lufta kundër narkotikëve dhe armadjes pa leje, kapja e shtetit dhe në kërkim, si dhe evidentimi dhe goditja e krimit mjedisor. Gjithashtu, ndjekja në kohë dhe në dinamike e shqetësimeve të qytetarëve dhe rasteve të dhunës familje, reagimi në kohë dhe me profesionalizëm në rast ngjarjesh, si dhe shërbimi dinjitos për qytetarët, elemente të cilat arrihen përmes performancës, komunikimit dhe reagimit me pamshmëri. Në përfundim të raportimeve tona, do të jemi të hapur për pyetje dhe interesin tuaj në funksion të transparencës dhe informimit të drejtë të opinionit publik. Fillimisht, do të paraqes rezultatet e punës së Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër gjatë muajit maj 2026. Gjatë muajit maj janë evidentuar 213 vepra penale të ndryshme, prej të cilave janë zbuluar 96.7% e tyre. Për këto vepra penale janë identifikuar 199 autorë, nga të cilët 33 janë arrestuar dhe ndaluar, 161 janë proceduar në gjendje të lirë dhe 5 janë shpallur në kërkim. Krahasuar me muajin e kaluar, janë evidentuar 34 raste më shumë, ndërsa zbulueshmëria është ulur me 1%. Këto rezultate janë arritur nëpërmjet 9 operacione policore të zhvilluara për ekzekutimin e urdhrave të prokurorisë, kapjen e shtetit dhe në kërkim, si dhe në fushat e narkotikëve, krimeve ekonomike e financiare, lojrat e fatit, prostitucionit dhe kultivimit të bimëve narkotike. Gjatë operacioneve janë arrestuar dhe ndaluar 10 shtetas, janë shpallur në kërkim 3 shtetas tjerë. Gjatë muajit maj janë sekuestruar një armë zjarri, 982 fishek, 1586 gram lëndë narkotike kanabis sativa, 12.1 gram lëndë narkotike kokainë, 5 kompjutora për lojrat e fatit, 210.700 lekë, 850 euro, 20 dollar, si dhe senet të tjera që lidhen me veprimtarinë kriminale. Gjithashtu, janë azhësuar 3.394 bimë narkotike dhe 571 fidan narkotik në kubik. Janë evidentuar 6 raste të krimit mjedisor për të cilat janë proceduar 6 shtetas. Referuar 17 raste për vepra penale që cënojnë regjimin juridik të tokës, ndaj 17 shtetave ku një është ndaluar. Janë trajtuar në total 95 konflikte, nga të cilat 27 konflikte në familje dhe 68 konflikte për motive ndryshme. Për këto raste janë kryer të gjitha veprimet në zbatim të procedurave standarde dhe janë proceduar ato të zyshuar. Me rritjen e fluksit të lëvizjeve, është intensifikuar monitorimi inteligjent i akseve rrugore, për të cilën kemi pasur mbështetjen e Drejtorisë së Policisë Rrugore në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Si rezultat, Policia Rrugore në Drejtorinë Vendore të Policisë Shkodër ka evidentuar 8 raste të shkeljeve që cënojnë sigurinë rrugore, po aq sa muajin e kaluar. Fatkeqësisht, gjatë këtij muaji kanë ndodhur 4 aksidente rrugore, si pasojë të cilave kanë humbur jetën 4 shtetas. Problematik gjatë kësaj periudhe kanë qenë siguria rrugore, për garantimin e së cilës gjatë muajit maj janë evidentuar 35 raste të drejtimit të mjeteve në mënyrë të parregull, ose 10 më shumë se muajin e kaluar. Gjatë muajit maj 2026, për këtë vepër penale janë vënë në pranga 10 shtetas. Për zgjidhjen e kësaj problematike, shërbimet e policisë kanë shtuar monitorimin, kontrollet dhe pranimin në terren, me qëllim evidentimin dhe ndëshkimin e çdo shkelje që rrezikon sigurinë rrugore, si dhe jetën shëndetin e përdoruesve të rrugës. Vijon të mbetet sfidë edhe lufta kundër kultivimit të bimëve narkotike. Për këtë arsye, kontrollet me këmbë, me dron dhe veprimet lëtimore janë intensifikuar në të gjithë territorin e qarkut. Gjatë muajit maj 2026 janë referuar 17 raste të kësaj veprimtarie kriminale, konkretisht 12 raste më shumë se muajin e kaluar. Gjatë rasteve të konstatuara këtë muaj, janë azhësuar 3.394 bimë narkotike dhe 571 fidan narkotik në kubik. Ju falenderoj dhe i kaloj fjalën drejtorit të Drejtorisë Vendore për Kufirin dhe Migracionin Shkodër për paraqitjen e rezultateve të punës së strukturave të Policisë Kufitare dhe Migracionit. Të nderuar përfaqësues të medias, të nderuar qytetarë, Drejtoria Vendore për Kufirin dhe Migracionin Shkodër, me nisjen e sezonit turistik veror, ka ndërmarrë dhe po zbaton një sër masash efikase, të cilat synojnë garantimin e rendit dhe sigurisë publike, menaxhimin e fluksit në pikat e kalimit kufitar, si dhe rritjen e sigurisë në zonat turistike bregdetare dhe ato ujore. Qarku Shkodër, siç dihet, është një nga portat kryesore hyrëse të vendit dhe gjithashtu është një nga zonat më të frekuentuara turistike
gjatë sezonit veror. Po t'i referohemi hyre daljeve gjatë muajt maj, për cilin po ju informoj, rezulton si më poshtë. Hyre dalje gjithsej gjatë muajt maj janë evidentuar gjithsej 461.511 shtetas. Pra rreth gjysmë milioni shtetas kanë hyrë dhe kanë dalë duke përdorur pikat e kalimit kufitar të qarkut Shkodër, kryesisht në pikën kufitare të Moriqanit dhe të Hanit Hotit. Kanë hyrë dhe kanë dalë në kufi 200.660 mjete, vetëm gjatë muajit maj bëhet fjalë gjithmonë, me një mesatare ditore përpunimi udhëtarësh 14.887 shtetasish dhe 6.471 mjetesh. Maksimalja e arritur ditore në 24 orë ka arritur në 21.703 shtetas dhe 8.290 automjete. Kjo tregon dhe konfirmon rritjen e fluksit të lëvizjes ndërkufitar gjatë sezonit turistik. Për përpunimin e këtij fluksi të shtuar, kemi marrë masa efikase që kanë synuar. Spari kemi shtuar 2 poste të reja pune, një në pikën e kalimit kufitar të Moriqanit dhe një në pikën e kalimit kufitar të Hanit Hotit, që janë dhe pikat me frekuentim më të lartë qoftë të personave, ashtu edhe të mjeteve. Gjithashtu kemi rritur shpejtësinë e sistemeve dhe kemi rinovuar teknologjinë me qëllim që të përshpejtojmë kohën e përpunimit të shtetasve, njëkohësisht dhe të rrisim sigurinë, të rrisim standardet e sigurisë kufitare gjatë përpunimit. Një vëmendje e veçantë është kushtuar dhe sigurisë në plazhin e Velipojës, si dhe në gjitha hapësirat ujore që ka qarku. Me synim kryesor të monitorojmë parametrat e sigurisë, të monitorojmë kriteret që duhet zbatojnë subjektet dhe të gjithë operatorët e ndryshëm, bëhet fjalë për stacionet e plazheve, për rojet e sigurisë, perimetri i sigurisë dhe gjithë elementet e tjerë që kanë lidhje me rritjen e sigurisë në zonat e plazheve, kryesisht në zonat e notimit. Për të garantuar një siguri maksimale në zonën e plazhit të Velipojës, për këtë vit janë parashikuar 35 punonjës policie me 3 drejtues shërbimit, me 5 mjete ujore në dispozicion, 2 nga të cilat janë mjetet ujore shumë të fuqishme, një gomone me 2 motor me fuqi të lartë dhe një skaf si dhe 3 xheski, të cilat do të monitorojnë gjatë gjithë kohës pjesën që është zona e notimit. Gjithashtu, kjo do të koordinohet me patrullime nga bregu dhe me dron nga ajri, me qëllim që në çdo kohë të arrijmë të parandalojmë ose të evidentojmë në kohë të ndërpresim çdo situatë që mund të kthehet në situatë të rrezikshme për pushuesit ose për dëruesit e mjeteve ujore. Tjetër element i rëndësishëm është se paralelisht me këto kemi ndjekur dhe pjesën e migracionit, që është një nga aspektet e tjera të veprimtarisë kësaj drejtorie. Më konkretisht, kemi administruar migracionin e ligjshëm, si dhe kemi marrë masa për të trajtuar migracionin e parregullt. Konkretisht, gjatë muajit që po flasim, kemi 461 aplikime online për leje qëndrimi, duke shfrytzuar e-Albanian, të cilat janë përpunuar 318 prej tyre dhe janë dhënë 269 leje qëndrimi. Është dyfishi i lejeve qëndrimi që janë dhënë me muajin paraardhës. Gjithashtu janë 173 shtetas të huaj të cilët kanë aplikuar për pasaport për leje biometrike. Ndërsa në fushën e migracionit parregullt kemi evidentuar 28 raste gjatë muajit maj, ku janë përfshirë 138 shtetas të huaj. Për të gjithë ta është kryer procedurë e rregullt, domethënë me gjithë verifikimet, fotografimet, marrjet e gjumëve të gishtave, e verifikimet të gjitha formave në bashkëpunim dhe me agjencitë e tjera ligjzbatuese, dhe gjithashtu janë pajisur të gjithë me urdhra për largim vullnetar sipas procedurave standarde që ndjek Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit Shkodër. Për përballimin e të gjithë këtyre detyrave operacionale dhe kufitare dhe migratore, Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit në Shkodër ka në dispozicion një personel për 205 personash, të cilët janë të angazhuar në vijimësi për të menaxhuar dhe për të krijuar siguri në kufi, rend publik dhe ofrim të shërbimeve ndaj qytetarëve. Si rezultat i kontrolleve dhe veprimtarisë policore të ushtruar gjatë muajit maj,
2026. Janë evidentuar dhe referuar materialet në prokurori për 12 vepra penale. Konkretisht, kemi 3 raste në fushën e narkotikëve, janë referuar në prokurori, 2 raste në fushën e trafiqeve, kemi në të dyja këto raste janë sekuestruar mjetet, është një mjet i dyshuar si i vjedhur në Francë dhe një mjet tjetër në të cilin është ndërhyrë në ndryshimin e numrit çasisë. Kemi 4 raste në fushën e krimeve mjedisore, po godasim kryesisht peshkimin e parregullt, sepse ka disa shteta të cilët peshkojnë në liqen duke përdorur gjenerator. Kemi goditur 3 raste deri tani, janë sekuestruar mjetet dhe janë proceduar penalisht 4 shtetas. Dhe është një nga rastet që jemi fokusuar shumë kohët e fundit, duke patur parasysh dhe vlerën që ka liqeni për qytetin e Shkodrës dhe më gjerë. Gjithashtu janë evidentuar 3 rastet kalimit paligjshëm kufirit. Autorët e këtyre veprave penale po ndiqen gjendje të lirë në përputhje me procedurën ligjore. Gjithashtu, gjatë muajit maj është bllokuar dhe një mjet lundrues dhe është vendosur gjop për një mjet tjetër në vlerën e 100.000 lekëve, në bazë të shkeljes pasi ka cënuar perimetrin e sigurisë. Ndërkohë, vijojnë kontrollet dhe monitorimi me intensitet i kufirit të gjelbër, kufirit liqenor dhe hapësirës detare me qëllim parandalimin e kalimeve të paligjshme, trafikimin e qeneve njerëzore, kontrabandën dhe çdo veprimtari tjetër kriminale në bashkëpunim të ngushtë me strukturat vendore të policisë dhe me homologët e maligjësi. Përfitoj nga rasti të apeloj të gjithë përdoruesit e mjeteve lundruese të tregojnë kujdes maksimal gjatë përdorimit të këtyre mjeteve, të mos lundrojnë pranë perimetrit sigurisë dhe në ato vende ku mungon perimetri, si dhe të jenë vigjilent të lundrojnë sa më larg bregut me qëllim që të mos cënojnë apo rrezikojnë jetën e pushuesve. Gjithashtu ju bëj apel edhe pushuesve të cilët notojnë në zonën e lejuar, domethënë atë zonën e parë, po themi të notimit, që të mos dalin jashtë perimetrit sigurisë. Ju faleminderit. Pikërisht në plazhin e Velipojës në që përmendet, po thuaj se pjesa më e madhe nuk respektoi rregullat që duhet, kufizimet e povave për mjetet lundruese e tjerë. Shpesh herë persona të cilët duhet të shpëtojnë njerëzit në det janë, po themi, punojës të shezonave ose vetë pronarët apo menaxherët e tyre të cilët nuk qëndrojnë gjatë kohës aty. Si do zgjidhen gjitha këto problematika që janë ngritur fakt edhe takime zhvilluar nga prefektura. Faleminderit. Është një përgjegjësi e përbashkët e policisë shtetit dhe e strukturave të tjera vendore e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, e Bashkisë Shkodër, me të cilët po bashkëpunojmë ngushtë me qëllim që të rrisim të parametra dhe të shmangim çdo rrethan, çdo veprimtari e cila mund të cënojë sigurinë e qytetarëve gjatë pushimeve. Kemi marrë masa të forta, po vendoset ndërkohë është duke u konturuar përfundimisht i gjithë elementi sigurisë, po vendoset korridoret, kufizimin i pjesës së notimit dhe jemi çdo ditë duke ndërmarrë hapat e nevojshëm për sa i takon kësaj sigurie. Kemi në gatishmëri mjetet ujore, kemi gjithashtu dronin, po alternojmë me patrullat, bashkë me policinë vendore, e cila ndërkohë ka masa dhe kemi masat plan të përbashkët masas, duke patur parasysh rrezikshmërinë që mund të paraqitet dhe riskun që ka për qytetarët, kryesisht nga ushtrimi i këtyre sporteve të ujit. Kërkohet edhe një ndërgjegjësim, edhe një bashkëpunim më i mirë i gjithë qytetarëve që të jenë edhe ata vetë të dijshëm për rrezikun që mund të ketë nëse do dalin jashtë zonave të notimit. Nga 580 shtetas huaj që kanë kërkuar leje qëndrimi, kryesisht janë nga vendet e treta? Po, janë kryesisht nga vendet e treta, kalojnë një proces verifikimi që është bazuar në procedura standarde, ndiqet me përparësi dhe nuk mbaron puna jon vetëm në momentin e dhënies lejes së qëndrimit. Ndiqet në vazhdimsi e curia, qëndrimi e tjerë, nëse ka problematika, mund të ndodhë që edhe të anullohet leja e qëndrimit. Në vitet e fundit, një nga shqetësimet kryesore të kufirit Gjelbër kanë qenë tentativat për kalim paligjshëm, duke qenë si një rajon kufitar në malin e Zi. Gjithashtu, në statistika të paktën të vazhdueshme, edhe kalimi i lëndëve narkotike ka qenë një shqetësim. Cilat janë të dhënat për vitin 2026 se i përket
këtyre tentativave për kalim të paditshëm kufirit, por dhe të lënë dhe narkotike? Kemi tentativa, është e vërtet, kjo që sapo thatë ju, ne kemi ndërmarrë masa, është një kufi me një gjatësi relativisht të madhe, bëhet fjalë për rreth 186 kilometra vijë kufitare, që është kufi gjelbërt, liqenor, detar dhe lumor. Masat tona janë efikase, fakti që po kapen të gjithë personat që po tentojnë të kalojnë kufirin, domethënë kemi shumë pak raste që kanë kaluar dhe ato që ka kapur policia, homologët e Malitzi, janë në pjesën që ne kemi marrëveshje me ta që ruhet prej tyre. Për shkak të terrenit, kemi treguar fleksibilitet në ndarjen e përgjegjësive të përbashkëta dhe kemi bërë të mundur që të gjitha shtetas që tentojnë që vinë nga vendet e treta të ndalohen, të ndërmerren, të nështrohen gjithë procedurave, duke u verifikuar, duke marrë gjurmët e gishtave dhe çdo procedurë tjetër nevojshme, bashkëpunim edhe me strukturat e tjera të sigurisë për të filtruar sa më mirë këta persona. Sa është numri? Sa është numri? Janë 138 shtetas të huaj, janë kapur në 28 raste. Për muajin maj po flasim. Nëse doni shifra pastaj më të detajuara ose specifike, jo avem në dispozicion në çdo moment. Një pyetje për të dy drejtorët. Mund ta marrim vetëm pak. Jemi duke ndjekur me metoda speciale e hetimi këtë problemin e kontrabandës dhe të trafikut. Jemi në bashkëpunim edhe me drejtorinë vendore dhe besoj që do kemi rezultate së shpejti. Zoti drejtor, zoti Berberi, një pyetje sepse më qenë se ju folët për statistika se në rendit e tjerë arritjet gjatë këtij muaji. Ajo që jemi në prag të sezonit turistik. Pra, mund të themi që ka filluar për shifra që dha drejtori i kufirit në lidhje me hyrjet dhe daljet vetëm gjatë muajit maj tregon që është problematik. Si do të arrijmë dhe me çfarë mundësish keni që të menaxhoni trafikun, sidomos në rrugët e shkollës ku vetëm vitin e kaluar ka pasur jashtëzakonisht problematik gjatë fundjavave, veç ka filluar që të jap probleme sa i përket hyrje daljeve të shkollës, shto këtu pastaj edhe drejtorinë e kufirit, të cilët ka një fluks jashtëzakonshëm gjatë verës, sidomos në pikën e kalimit kufitar Muriqanit. Pra, pothuajse një pyetje edhe për ju zoti Basha. Me homologët e Malitzi, si do procedohet? Do procedohet me procedurë të përshpejtuara apo përmes, sepse unë kam informacione që janë futur disa sisteme të reja të regjistrimit të dokumentave, por që janë, ju thatë pak më parë që e kemi përmirësuar sistemin, por që rezulton që shumë më ngadalshëm se sa i mëparshme. Do vazhdohet me procedurë përshpejtuar dhe ju zoti Berberi, këtë fluks të automjeteve dhe të trafikut në Shkodër, si do menaxhoni gjatë këtij sezonit veror, sepse shifet. Po faleminderit për pyetjen. E rëndësishme është që unë jam i kënaqur që do të ketë fluks Shkodra, sepse të kesh fluks do të kesh i preferuar. Në lidhje me sigurinë rrugore, unë kam ardhur vjetë në muajin korrik këtu dhe me thënë drejtën kishte një ngarkesë jashtëzakonshme, e cila edhe vitin e kaluar menaxhuar mirë. Në krahasim me vitin e kaluar, ne do të kemi një situatë jashtëzakonisht shumë më të mirë. Kemi një segment rrugor nga ura e Bunës deri tek kryqëzimi për në Velipoj. Tashmë mund ta quaj të përfunduar, ngelet problematik vetëm menaxhimi i urës së Bunës. Do të përqendrojë shërbimet e policisë rrugore për ta menaxhuar dhe do të kemi një situatë shumë herë më të kënaqshme se vitin e kaluar. Në ditët e fundit besoj se fillon dhe ndryshimet, do të plotësoj 100% strukturën e policisë rrugore për disa mangësi që ka ajo, por do të marrin dhe prurjet që do të vinë për shkak të sezonit turistik. Mendoj se do jetë një situatë krejtësisht e menaxhueshme dhe nuk do kemi atë problematikë që kemi pasur vitin e kaluar. Në lidhje me faleminderit për pyetjen, është një shqetësim real ajo që ju sillni bëni prezent, që ne e kemi marrë në konsiderat dhe kemi marrë masa. Ndryshimi i sistemit dhe i teknologjisë është bërë me qëllim që të rrisim, të përshpejtojmë kohën e përpunimit, por dhe të rrisim dhe sigurinë. Dhe ky sistem që është aplikuar ndërkohë, pa diskutim që rrit shumë sigurinë. Ka një problematik sepse sapo është futur dhe është ajo faza e familjarizimit të personelit me teknologjinë e re.
në pikat e kalimit kufitar në të tjera, janë hasur vështirësi në ditët e para, po janë tejkaluar ndërkohë dhe është çdo gjë korrekte, duket deri në këtë momente. Kështu që besoj që kjo pjesë do na shërbej për më tepër. Sa i takon fluksit, jemi në bashkëpunim të vazhdueshëm me homologët e Malit të Zi, kemi gjetur mirë kuptimin e përbashkët për të përdorur procedura lehtësuese qoftë në hyrje, qoftë në dalje. Dhe sapo krijohet fluks, menjëherë e kemi zbritur vendimarrjen në nivelin më të ulët, e kemi zbritur pikërisht në punësit që menaxhojnë hyrje-daljet, që ata marrin vendim sapo konstatojnë që po krijohet fluks, menjëherë aplikojnë procedurë lehtësuese. Kjo mund të ndodhë që të aplikohet edhe ndoshta edhe gjatë gjithë kohës nëse do lind nevoja. Dhe do punohet pastaj me informacion, me metoda të tjera, me qëllim që të mos cënohen parametrat e sigurisë në hyrje-dalje qoftë personave, qoftë mjeteve. Zoti Berberi, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit ka pesumuar shefin e komisariatit dhe disa drejtorë të tjerë të policisë Shkodrës për një parcelë me mbi 7.000 rrënjë në rreth Shtëve Lipojës. Fillimisht si drejtori, çfarë nuk ka shkuar që kjo parcelë u deshte denoncojë tek drejtori i policisë për të zbuluar, dhe së dyti me qenë se jemi në fazën kur qarku i Shkodrës vjen të kryesoj për kultivim të kanabisit në territorin shqiptar. Cilat janë masat e marrë nga drejtoria për kontrollet në territor dhe për goditur këtë fenomen, dhe a ka raste tjera që po hetohen për bashkëpunim ndoshta edhe të strukturave të policisë me kultivuesit? Faleminderit për pyetjen. Në lidhje me rastin e fundit kultivimit bimeve narkotike që është evidentuar nga strukturat e drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit në fshatin Reç, ka filluar një hetim administrativ. Hetimi po kryhet nga drejtoria për standardet profesionale, dhe zhvillimi i shefit komisariatit dhe 2 punonjësve të tjerë është kryer me vendim të drejtorit të drejtorisë për standardet profesionale dhe jo drejtorit përgjithshëm. Ata në zbatim të procedurave standarde kanë drejtën e hetimit administrativ dhe në përfundim të hetimit administrativ do të marrin vendimet e tyre. Është një në prioritetin tonë kultivimi i bimeve narkotike në qarkun e Shkodrës. Edhe vitin e kaluar apo dhe vitet në vijim, ajo është nga fenomenet negative që ka ky qark. Masat e drejtorisë vendore të policisë kanë qenë eficiente deri tani, qoftë edhe në muajin maj apo mund të themi gjatë gjithë kësaj periudhe që unë kam qenë në Shkodër. Ka dalë në pa, ju jeni ndjeni të aktivitetit kultivimit bimeve narkotike në ambiente të mbyllura në disa raste, apo dhe në goditjen e vendarisë kriminale të kultivimit të bimeve narkotike në ambiente të hapura. Kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht shumë të mirë me institucionet e prokurorisë, kemi hetime proaktive të cilat unë shpresoj të jenë eficiente dhe deri tani kanë qenë eficiente. Nëse ka punonjës policie i implikuar ose jo, kjo është drejtoria e agjencisë mbikëqyrjes policore rajoni Shkodër Lezhë, e cila i takon të kryejë hetimet e veta, dhe prokuroria e rrethit gjyqësor Shkodër. Unë deri tani jam i kënaqur me reagimin e strukturave policore. Ditët në vijim do ketë një intensitet edhe më të madh në luftë kundër kultivimit të bimeve narkotike, pasi është dhe faza në cilën intensiteti i këtij aktiviteti rritet, por njëkohësisht do të rriten dhe intensiteti i punës policore në këtë drejtim. Faleminderit. Në lidhje me ngjarjen me Lipojë, cilat janë motivet që tash më duket se ka filluar edhe sezoni turistik dhe ngjarje të shëmtuar që nuk i shërbejnë imazhit. Cilën ngjarje me Lipojë? Shtenak me armë, rrahja me disa personave. Para disa ditësh në Velipoj, në qendrën e Velipojës ka pas një informacion për të shtëna me armë. Ka pas një reagim të shpejtë të strukturave vendore të stacionit të policisë Velipoj dhe më pas edhe të sektorëve të specializuar apo dhe shërbimeve policore. Janë identifikuar autorët. Ka ndodhur për shkak të një konflikti për motive të dobta. Nga veprimet që u kryen ditën e ngjarjes dhe më pas nuk janë gjetur gëzhoja për të dokumentuar veprim penale të armbajtjes pa lejë, pavarësisht se dhënat tona që kemi ne janë shëlluar 2 herë në hajër, por goditja e personave është kryer me grushta, me sende të forta dhe fatmirësisht nuk kanë asnjë problem serioz për jetën. A ka të vështirë policia që të kontrollojë këto lloj personash në qytet, duke qenë se një pjesë e mirë e tyre
dihet se nuk jenë përfshirë në aktivitete kriminale apo Lëvizje me armë. në ngjarje të tilla, lëvizje me armë etj, automjete pa dokumentacione etj. Prioriteti kohëve të fundit ka qenë pikërisht kontrolli këtyre personave me precedent dhe të armbajtjes pa leje. Gjatë muajit maj ne kemi pasur rezultate pozitive, janë 10 rastet proceduar për armbajtje pa leje, duke filluar nga armët e zjarrit deri tek armët e ftohta. Rëndësi e veçantë është kushtuar perimetrit të sigurisë në shkolla, qoftë për mbajtjen e armëve të ftohta apo dhe shitjen e narkotike. Rezultatet gjatë këtij muaji janë të kënaqshme. Vështirësi nuk është se ka dhënë vështirësi vërtet serioze, por intensiteti i punës dhe momenti që është aktualisht në qarkun e Shkodrës kërkon vëmendje për mizotërimin e gjithë territorit. Janë disa prioritete të punës, sikurse i përshkruar dhe në sipër, është pikërisht plani për sezonin turistik, është kultivimi i bimeve narkotike, është siguria rrugore, të cilat kërkojnë angazhim maksimal. Drejtor, do të referuar rënd ndodhi një efektiv policiu vrarë dhe një tjetër mbeti i plagosur në ndërhyrjen e një operacion policor për kapjen e një personi me rrezikshmëri. Në opinionin publik, por dhe ekspertë sigurisë kanë ngritur pikpyetjen shpesh për operacionet policore që zhvillohen, duke qenë se ndërhyjet ndoshta shpesh me plane që mund synojnë jetën efektive. Po e referohen qarkut Shkodrës, a duhet të ndryshojë strategjia me qenë se jo ndërhyjnë në territore të thella malore për kanabisin ku mund gjenden persona në kërkim të armatosur që mund t'ju rrezikojnë jetën ju dhe efektive ndërsa ndërhyjnë në të tilla terrene? Në rasti konkret, unë mua vjen keq për atë ngjarje që ka ndodhur në Korçë. Me sa jam informuar dhe atje kanë qenë drejtuesi më të lartë të policisë vendore. Kanë marrë gjitha masat e nevojshme, por nganjëherë mund ndodhi që të jesh edhe fatkeq. Duhet të kuptoni se ky është misioni jon. Kjo është puna jon, kjo është detyra jon. Edhe të gjithë ne së bashku si unë dhe kolegut apo strukturat tona varëse kemi ndërmarrë dhe veprime operacionale mbas edhe nganjëherë janë të tepruara. Por kur ndodh një krim i rënd, masat janë të menjëhershme, përpunohen shumë shpejt dhe veprimet janë po ashtu aktive dhe mbase nganjëherë juve dhe i gjykoni si të tepruar tash. Ju keni parasysh rastin 10 të vrasjes kishin kur Rakip Gilla vrau 2 persona dhe plagosi një tjetër. Nuk kishte më kohë sepse u komentua jo Renea, nuk kishte më kohë për duhet të përballemi dhe të japim drejtim. Në lidhje me situatën e kultivimit të bimeve narkotike, unë ju garantoj sepse masat operacionale që merr drejtoria vendore janë plotësisht në zbatim të procedurave standarde, ato bëhen në zbatim të planet operacionale që ashtohen, marrin pjesë nivele shefave të sektorit, shefave të seksionit, ndodh në nivelet e zonës drejtorit apo dhe unë kam qenë veti i pranishëm në këto operacione. Është një apel për të pasur kujdes, nuk është momenti për të stepur sepse ndodhi një ngjarje e rëndë. Ne do të ecim përpara. Ka zhvillime të reja për zbardhjen e vrasjes Kristian Kolës. Vrasja e Kristian Kolës është një ngjarje që ka ndodhur vitin e kaluar, është një ngjarje e rëndë. Një ngjarje tepër e vështirë. Në hetimin që është bërë deri tani, strukturat e specializuara për hetimin e krimeve të rënda në bashkëpunim dhe me mbështetjen e plotë të prokurorisë, të cilin që rastin të falenderoj kanë kryer një hetim jashtëzakonisht shumë të mirë. Por deri në këtë moment që po flasim ne nuk ka identifikimin e autorit. Puna është intensive. Me drejtorin e APU, Në lidhje me ngjarjen e ndodhur me drejtorin e APU-s, Komisariati i Policisë i mbështetur dhe nga strukturat e specializuara kanë bërë një hetim intensiv, pa ndërprerje. Kanë identifikuar një nga personat që ka marrë pjesë në atë ngjarje të shëmtuar, për shkak edhe të interesit që paraqet unë nuk do të jap shpjegime në lidhje me personin tjetër që është i përfshirë në këtë, pasi vazhdojmë me veprime intensive për ta lokalizuar dhe arrestuar. është identifikuar. Po, është identifikuar. Faleminderit.